A kemi pas protesta në herë në Kosovë për këto 1 vjet e gjysmë, sa kemi pas sankcionin nga BE-ja. A ka dalë ky popull me protestu ose partitë politike kundër politikave që ka prodhu qeveria e Kosovës? Jo. Kemi bërë deklarata, kemi folë para medjave, por nuk ka pas elektrizim të opinionit gjerë popullor. Dhe kjo në politikë i bjen që ti nuk je i gatshëm me marrë pushtetin, nuk je i gatshëm me rrezu pushtetin. Në demokraci, po them, kur nuk funksionon shteti, kur nuk funksionon qeveria, kur bën veprime politike të gabueshme, që e damton vendin, populli ngritet në këmbë. Vje kritikë edhe për partinë tuaj. Sobre partia, i po flet për parti. Jo, unë po flas se çfarë duhet bëj opozita dhe këtij veprimi. Veprimi mund t'i bashkohet edhe krejt strukturat e një qeverie. Se, shif, kemi shembuj mjaft që qytetarët distancohen nga politikat e gabueshme. Unë mund të votoj për ty, por ty kur dëton në shtet politikat gabueshme të cilat e damtojnë emrin e vendit tanë, e damtojnë emrin tanë si shqiptar, si Kosovë, si çfarë dush, e damtojnë ekonominë tonë, atëherë duhet më bashku të gjithë dhe mi thonë X-it ose Y-it kush është produkt, kush prodhon këto politika, duhet mi thonë shkon shtëpi. Mos me thonë demokratike. Se me konë me mentalitetin e kohës kalume të shekullit 19, nashta duhet me bo planet tjera. Po në demokraci duhet shkon shtëpi, e ki pensionin që të takon, ose vazhdo me qenë politik, vazhdo prap me kërku pushtetin, po kësaj radhe duhet me shurru. Protesta s'pas për 5-6 vite, protesta mjetë demokratik, po them protesta një prej tyre. Nevoja për ta sfidu qeverinë. Për ta sfidu qeverinë ka qenë ky procesi që i vendosi sankcionet të Bashkimit Evropian, edhe ajo e Amerikës ka qenë ma me vonesë, por kjo ka qenë e domosdoshme. Nuk ka ndesht me mjetet demokratike, me konferenca për shtyp, në rregull. Dhe me rrjetet sociale, me Facebook. Po që ajo, shaj njërin, shaj tjetrin. Dhe çfarë tha Kurti në seancën e fundit? Tha ju me akuzuat se unë nuk e kam hequr të vëshën, akcizën, por doli në zgjedhje që unë kam pasur të drejtë që se kam hequr. Unë fitova, tha, nuk fituat jo, dhe pse me kërkuat. Po mirë dhe, politikisht, po thamë. Tani politikisht e ka situatën në dorë, fuqinë e ka më të madhe se tana partitë opozitare që janë në parlament, dhe ai me vota në mund gjithmonë, e ka mashinerinë e votimit, por tani duhet me funksionu kështu si qemi. Ose nëse shkojmë zgjedhje, pastaj ka jemi me shumë panjohtur. Me shumë panjohtur. Edhe ajo është një problem për cilin ata që janë me shku në zgjedhje duhet të jenë sigurt në atë që kërkojnë dhe duhet të majnë përgjegjësi për fitore nëse humbjen në zgjedhjet përkatëse. Kjo është ajo që është për demokraci, është demokratike. Në zgjedhjen se shkojmë, zoti Kurti na shpalli armiq, njerëz që pagumi pi Serbisë, me që morin para me çanta me thos Kurti na tha në kuvend, neve mediave, gazetarëve, pa i caktu me emën kush janë. Nuk e di, ato ju duhet me bë pa di, dhe mundësia është me padite dhe në gjykate dhe bani edhe ju zhurë. Patjetër. Unë ashtë e juve. Po ndërton një armik. Tjetër krahas të tjerëve. Unë jam mitari i fjalës lirë, në parlament kanë drejt me folë çfarë dojnë, kërkush sep llogari për fjalën e tij në parlament. Por, në qoftë se ka akuzat të tilla,
ju s'muni mu qu gjithë me pa ditë. Jo, Zotin Kurti, ai se ka përmen asnjënin me emër. Jo. Kështu që Kur të ta përmend, që ka të tillë mund të ketë. Ka pasur Serbia, pushtuesit kanë pasur gjithë rekrutën pari, po. Ka Serbia do të shpenzoj shumë parë, edhe për media, edhe për spionat vetë, edhe për gjitha aspektet të në Kosovë. Nuk po jam shef atë. Po, do ka pasur gjitha Në qoftë se ka dikush që i merr parët, është AKI-ja këtu që duhet me hetu mas pari. Prokuroria. Dhe duhet policia Kosovës. Janë gjithë këta dhe duhet me kombinu me prokurorin që me argumentu çështjet. Nuk mund është... Me kolektivizu fajin. Akuzën. Nuk mund është me thonë kret politika... Nuk ka akuza kolektive, ashtu. Serbia teritorin e Kosovës ka marrë 2 sisteme raketore, një nga Kina, një nga Rusia. Serbia ka marrë armatim shumë fuqishëm dhe nuk e di pse e ka marrë. Qofse Kosova ka marrë dhe kjo diçka. Ne kemi marrë për vetë mbrojtje, Serbia nuk është e rrezikuar prej Kosovës asnjëherë, por duhet me qenë syqel edhe në procesin e ndërtimit politikave në raportet me Serbinë edhe me komunitetin serb që është në Kosovë, edhe me pasë sa mund të forcohen, sa çfarë fuqie mund të bëjmë, me komuniku me gjithë ata që mujtë me në animu, por mas pari, detyrimisht, NATO duhet me kriju besueshmëri që nuk keq përdoret diçka të cilët mund të na dhurojnë ose mund të na shesin. Po duhet të them që unë, me qenë se kom pas detyrë të tillë dhe kom bisedu edhe në kohën e luftës për të na dhënë armatim NATO. Ja kom kërku edhe Clarkut në Bruxelles, qendrën e NATO-s. Dhe i ka ardhë mirë, mu duk, s'tha që po më vjen mirë, por tha ju keni mjaft miq me të cilët mund bisedoni dhe të cilët mund t'ju ndihmojmë. NATO nuk e ndihmon, kërkon me armë. Pra, nga Selia s'mundet me marrë vendim, por vendet antare, në qoftë se ka një pajtueshmëri në qendër, mund të ndihmojnë. Ka shenja të mira, por nuk ka nevojë me bë zhurma dhe me shit men në kushtet kur je më i dopt. Na dihet çfarë fuqie ke. Forcohu pa zhurmë. E përmend Clarkun në Bruxelles në kohë të luftës. Po dhe, në kohën kur para se me fillu bombardimet.